Natyrisht sepse nuk ka reagu. Do më thonë, Artani Rizvanolli, Albin Kurti, personat në Kost, në ZRE, kur gazetarët e marrin vesh dhe opozita që po abuzohet me kapacitetet transmituse dhe me import me kontrata bilaterale, si ka mundësi që njerëz të cilët janë përgjegjës në mbikëqyrjen e sektorit nuk e din. Tani nuk ka masat e cilat janë ndërmarrë, deri me tani ne nuk kemi pa që dikush ka kërku diçka prej tyne, as nuk kemi pa që është shkarku ndonjë person. Do me thonë, sa i përket asaj i mbetet prokurori speciale që t'i çoj hetimet deri në fund dhe të vë para drejtësisë personat e cilët kanë qenë përgjegjës. Për te diskrecionit institucional dhe hetimeve. Po e them. Kosti, si operator i transmisionit dhe i tregut, në kohë reale i ka informacionet se kush po blen edhe kush po shet. Në anën tjetër, mos harrojmë që ne jemi bë pjesë e rrjetit transmetues evropian, dhe më thonë në vitin 2020, ma herët energjia elektrike është transportuar edhe në rrjetin ndërkufitar me Serbinë. Prej që jemi bë pjesë e NCO-s, do më thonë tani ne kemi transportin përmes Maqedonisë dhe përmes malit të Zi, dhe më lejonit ju them që në bazë të dhënave të SKA-s ajo çfarë shihet është që Vuk Hamovici bën rezervimin më të madh të kapaciteteve. Është e vërtetë që nuk ka kontrata, po nëse Artani Rizvanolli don me qenë e besueshme, na i kemi bë thirrje disa herë, urdhëno dhe na trego se me keni kontrata. Zoti Vllahi, unë... Pra Kosova po bën biznes me Serbinë në fushën e energjisë. Zoti Vllahi, ajo çfarë dihet është që pjesën më të madhe të kapaciteteve transmetuese i ka të blera, të rezervuara EFT-ja, kompani e Vuk Hamovicit. Dhe tash, kur e merr parasysh që Kosova vetëm në vitin 2024, vetëm deri në shtator, vetëm gjatë këtij viti ka importu energji 273 milion euro, është 240 milion euro, është gati e pamundshme që ti me evitu, sepse nuk ki rrugë tjera. Ai do më thonë e ka bërë rezervimin, si të themi, të autostradës energjetike. Dhe kushdo që e bjen energjin në Kosovë, ka me kalu andej. Tash, më lejo të them këtë, ka shumë mundësi që autoritetet në Kosovë nuk kanë kontrata të nënshkruara me Vukun. Mirë po, nëse energjia elektrike blehet prej një kompanie private, ajo kompani private